Po flisnim pak më parë. Për shkollë besoj që do të ketë rotacion. Po flisnim pak më parë për votimin elektronik në njësi numër 10, do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me kolegen tonë Sediana Huna, do t'i lutesha edhe teknikës që të më vendoste në dispozicion audio në kolegës në studio në mënyrë që të dëgjoj edhe Bledi të gjitha zhvillimet dhe detajet. Sediana, të përshëndes, ndodhesh e pozicionuar në njësi numër 10, aty ku procesi i votimit zhvillohet në mënyrë elektronike, shoh që korridoret janë të pastra, janë të qeta, nuk ka zhurmë, nuk ka qytetar, si paraqitet situata aktualisht që ne flasim Sediana, kur ka mbetur edhe një orë nga mbyllja e procesit të votimit, janë raportuar problematika, incidente apo vështirësi në mënyrën e të votuarit? Agbi, të përshëndes, vetëm 54 minuta në ndajnë nga ora 19:00 kur mbyllet edhe procesi i votimit. Unë ndodhem konkretisht në shkollën Dora Dizdria, aty ku po zhvillohet edhe procesi i votimit në mënyrë elektronike, pra është një nga 5 shkollat ku votohet në mënyrë elektronike. Deri më tani, pjesëmarrja e votuesve ka qenë, le themi, në mënyrë të rregullt, pra nuk ka patur asnjë incident të regjistruar në këtë shkollë ku është edhe votimi elektronik. Problematika ka patur vetëm nga mosha e tretë, pra nga të moshuarit të cilët kanë hasur problematika në përdorimin e pajisjeve elektronike për të votuar në këtë zgjedhje parlamentare të 11 majit 2025. Përpost njësisë 10 ku janë të vendosura edhe qendrat e votimit përkatës ku do të votojnë edhe qytetarë shqiptar, kemi edhe Vorën aty ku votohet në mënyrë elektronike. Vlen të theksohet se këto qendra votimi janë në kryesorët, pasi në direkt pas përfundimit të procesit të votimit do të jenë të para që do të vendosin. Sediana, të lutem, mikrofonin pozicionoj pak më mirë, në mënyrë që të më vi audio e plot. Të lutem. E kuptoj që lodhja bën të vetën, ma poziciono mirë mikrofonin që të më vi audio normal. Në këtë zgjedhje Po, Albi, në këtë zgjedhje parlamentare, po thoja që procesi votimit elektronik është më i rëndësishëm. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të mos e shtri votimin elektronik në gjithë vendin, por duke vendosur vetëm në njësinë 10 dhe në Vorë. Në çdo qendër votimi të njësisë numër 10 dhe në Vorë, pra në shkollat përkatëse ku është vendosur votimi elektronik, janë vendosur nga 2 pajisje të votimit dhe numërimit elektronik. Votuesi zgjedhin ekran emrin e kandidatit dhe vota ruhet në mënyrë digjitale, duke mundësuar një numërim të shpejtë dhe të automatizuar. Kreu i Komisionit Qendror i Komisionit Ilirian Celibashi deklaroi se pajisjet garantojnë fshehtësinë e votës, ndërkohë sa i përket qarkut të Tiranës të ndarë në 5 bashki, sa i përket Kamzës, në total janë raportuar mbi 44.71% që kanë votuar në këto zgjedhje parlamentare, teksa në bashkinë e Kavajës kemi 30.69% deri tani qytetarë të cilët kanë votuar, në Rrokoshin kemi 30.13%, në Tiranë 47.19% dhe në Vorë kemi po ashtu 46.32% të cilët ka votuar deri në këto momente, deri në këto orë që flasim në qendrat e votimit në këtë zgjedhje parlamentare të 11 majit. Hapja e qendrave të votimit ka nisur si gjithmonë orën 7 të mëngjesit për të vazhduar deri në orën 19:00. Pjesëmarrja e votuesve deri në orën 17:00 ka qenë në nivel të lartë, 37.40% me Tiranë ndër qarqet me pjesëmarrje më të lartë, e cila përfaqëson edhe një rritje, kjo duke qenë sepse edhe deputetët të cilët garojnë për të zënë karrikin në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë është më i lartë, 36, duhet thënë, pra është zona më e nxehtë, është qarku më i nxehtë për të marrë kështu edhe votën e qytetarëve në këtë zgjedhje parlamentare të 2025-s. E qartë, Sediana, të falenderoj për informacionet dhe detajet e përcjella deri në këto momente. Duket sigur situata
Paraqytet e qetë edhe në njësinë 10 aty ku procesi votimit është duke u kryer në mënyrë elektronike.